Selam aleikum të dashur shikues radio televizionit të Liria, urime festa e Kurban Bajramit. Inshallah Zoti e ka pranuar secilin lutje dhe secilin adhurim që e kemi bën në këto 10 ditë të Dhul Hijjes. Edhe ne në studio jemi duke kaluar çaste jashtëzakonisht shumë të mira, jemi bashkë me kolegët e dashura, me vlerën edhe me fitoren, pas pak do të vjen edhe Mirka, e që kemi përgatitur në program të shkurt edhe po shpresoj të mirë për ndër të festës Kurban Bajramit. Çika, selam aleikum. Aleikum selam. Aleikum selam. Urime Bajramin. Inshallah Zoti Bajramin tjetër, Kurban Bajramin tjetër na e bën rrezik me qenë në haxh. Amin inshallah. Çu keni kalu gjatë përgatitjes së storjeve para Bajramit, të dashur shikues, kena edhe baklavat, kena kafe, kena pije, edhe inshallah kemi me shiu bashkarisht këto momente të mira. Po, mirë, elhamdulillah, gana na ka shku, domethënë normal që storja të reni e ka lodhjen, po ka edhe kënaqësinë e vet. Unë e kom realizu, domethënë tash që shohim storjen në një dyqan të baklavave, edhe të ëmbël të torteve, po këto baklavat edhe tortet që i kemi këtu prezente, domethënë lloje të ndryshme, Ajtep Sweets, që është në Prishtinë, të afër komunës, kishin ambient të vogël, po shumë të lezetshëm, se na kemi qenë bashkë me fitoren, edhe ambient, domethënë shumë i ngrohtë, se ka njëherë ambientet super luksoze të mëdha, edhe duken bukur, po nuk t'japin shumë ngrohtësi. Mu për veti ambientet më të afrune, ma japin një farë ngrohtësie më të madhe, edhe kështu që këto baklavat që i kemi këtu edhe tortet janë të Ajtep Sweets, edhe ditë i kemi shiju shumë, kanë qenë shumë të shishme, e besoj gane që kanë me të pëlqyer edhe ty. Ta shumë nxi po pres edhe unë me provu. E shfrytëzoj rastin njëkohësisht krejt shikuesve të RTS mi uru Kurban Bajramin, edhe me shpresë që herën tjetër kemi me e prit domethënë në haxh zbashku, inshallah. Kur si dihet, edhe nuk është keq me i bodhurat në i kush edhe na ju mre vlerë, mas gjithë këti kontribut. Mua aty në podcast u i umra, dhe më thonë, sa herë e shoh për balë musafiri, gjithmonë mallëngjin, apo diçka shumë interesant vjen kur e shoh edhe nuk e arri, po me shpresë që arrijmë. Do të më organizoj një takim me ta dhe u i umra, numreve na qovë. Ti për jone që... Po edhe planin steme ju uroj gjithë besimtarëve musliman festën e Kurban Bajramit, edhe bashkan gjithë navlerës që keti fol për baklava, kemi qenë bashkë në storje, baklavat mrekullueshme, edhe storjen e kena realizu, kish mbi 20 lloje të baklavave, kryesorja ish që e kishin të veten si produkt, ish baklava me qumsh, që ish shumë e freskët, ndërkohë mundemi mi shiju edhe këto pijet sultan, nëse nuk i keni provu, kanë orë 3 janë të treg, nuk e di, a i keni provu ndonjëherë, po shumë lloje, shumë shije. Këtu i kemi 4 shije, po në fakt nëse zgabojnë treg, tashmë janë vetëm 6 shije, kanë me pru edhe shije tjera, produktin bazë kanë xhenxhifilin, janë shumë mira, edhe janë me ujin e Alpeve austriake. A ka edhe me fare zezë nëse nuk a bëj? Po, edhe unë e di që janë edhe me të fare zezë, ka me ashwanga, ka me limon, po. E që kjo me qka është? është produkt i ri në treg. Që kjo fresh, unë edhe ashtu nina fresh gjithë, edhe me pikë këto më bëjsha ta mënë. Edhe besoj që shumë super fresh, unë s'mësha me prit. Me shien kola, e kom provu, unë pëlqej, po në ashta pse se kom shumë preferencë, ta shë këtë tjetërën. Unë mendoj me vazhdu me storjen e baklavave, ndërkohë na këtu në studio t'i provojmë baklavat. Po, për ndryshe që kjo shija ku ka shumë perfekte, tepër e mirë. Kjo mango, kurkuma dhe, po. Orange mango, kurkuma, po. Shumë shija mirë. Që kjo mëndë, s'pe dit asha jam ka pi qaj, të ftëft. Po, sigurt iced tea është që e besoj. Një kombinim shumë i mirë, limon edhe mente paska. Ka perfekt, sidomos kur ka temperatura shumë të larta, ka shumë e mirë, faleminderit që na i pas kanë pru. Edhe të dashur shikues, tash i kishim pa me shumë qef storjen e baklavave, se na nxitën shumë kurreshtjen këto kolegët e mia të dashura, ta shohim atë ambientin e ngrohtë të vlerës edhe ato 20 lloje të baklavave që ajo zonja i gatun. Të gëzojnë në stafin. Baklav ma të mirë nuk po më kujtohet që po më hongër najherë. Kur ki nevoj më mbëlsu, Ajtep Sweets po zgabo me ndru. Kemi artu në Prishtinë të Ajtep Sweets, dyqani i baklavave dhe i torteve, edhe hajde ta shkojmë bashkë, t'i provojmë, ta shojmë çfarë shije kanë.
Bakllavë më të mirë nuk po më kujtohet që po më hongër ndonjëherë. Nëse keni ndonjë rast familjar, fejes, martesë, bajram, mos e lëni pa porosit taj Tep Sweets. Sora na tregoi që i kanë mbi 20 lloje të baklavave, të cilat përgatiten nga kuzhinier nga Turqia. Edhe shija e torteve ke perfekte. Baklavat në Tep Sweets nuk janë vetëm shije, janë përjetim. Nga në përndryshe t'i tha jo zonja që na e pam, Sara, nuk i përgatit, po përgatiten prej kuzhinierëve nga Turqia baklavat. Kështu na tregu na ditë. Domethënë, ç'kjo e bën edhe më të veçantë Tep Sweets, se baklava e dim që është produkt, domethënë kryesisht është marifet i Turqisë. Ja kanë zanat me gatua dhe besoj që më bëni përshtypje njerë, thash që shka mundësi shqiptarët kaq mirë me i bë baklavat, pa dasht me i ofendu se mundet më revoltu në i kush që gatun baklava, po definitivisht ja kanë anën. Me fëstëk janë shumë, me një shije të veçantë, ishin shumë të mira. Atëherë, duket është koha e storjes teme, në këtë radhë e kena realizu një historie bashkë me Emonën në klinikën e pediatrisë, konkretisht në repartin e fëmijëve që janë të sprovu me sëmundjen e leukemisë. Edhe së bashku me Emonën, a i ka sjellë disa lodra, edhe mandej jena shku edhe ja u kena dhuru edhe fëmijëve që janë të shtrirë në repart, mirë po edhe fëmijëve në ambulantën specialistike që vinë me marrë terapin ditore. E ç'ke përvoj për ju? Se do më thonë, ju e keni bu një veprim që ata i gëzon, po një kosisht gjendja aty në nështë adin ka njëherë mundet me të prejkë po ma mërmendja, se nuk është vish punë, po është edhe ndjesi kur shkon edhe. Po aty në ambulantën specialistike ka pas ma shumë fëmijë, edhe kena pas qasje me ta ma të afërt, edhe na kanë sjellë ndoshta edhe ka një urem të vogël për shikues të radio televizionit Iliria. An repart në Nelt, aty ke pak ma sfidë, veç pak fëmijë, kena mujt mi taku edhe fëmijë që ishin pak ma të ndishëm me imunitet, mandej ja u kena lënë dhuratat aty, infermierëve që ato m'ja u shpërnda. Njëtën kohë të harojmë edhe stafit të ambulantës specialistike, ju kena dërgu edhe Pjetë Sultan për freski. Njeri bën diçka për me gëzu zamrat atyne që janë të sprovum, sepse sprovat nuk e zgjedhin askënd, ato të godasin, ato të prekin, askush në këtë jetë nuk ka pështu pa u sprovu, po njeri kur bën veprime të tilla do këtë sikur po ja vletëson qatë dhimbje që ata e ndjenjë, e na lusim Zotin që të qëroj të gjitha ata fëmijë që janë të sprovuar me smundjet, ju shtoj durimin të gjitha atyre prindve që e përjetojnë këtë ndjesi që natyrisht është diçka që të prek në thellësi të shpirtit. E sidomos kur është në pyetje fëmijë. Se keni bani punë shumë të madhe, edhe Monën për dhuratat, edhe juve për se me gjëra të vështira është më zor me u ballafaqu. E me çështje të gëzueshme, natyrisht të gjithë janë të gatshëm me qenë aty kur ka gëzim. Kështu që po shohim historinë e Pejonës. Unë në njëjtën kohë mendoj që përveç që sprovohen njerëzit, mendoj që është shumë e rëndësi edhe këndeki afër gjatë sprovave të ndryshme, është shumë e rëndësi që kjo njëtën e gjithë secilit prej nesh. Po e vërtet. E inshallah Zoti nëse na sprovon, na qenë njerëz të dashur edhe të përkushtuar afër vetes. Ta shohim historinë e Pejonës e kthehemi prapë në studio. Sot do të dhurojmë për festën e Kurban Bajramit së bashku me Emonën, e do të dhurojmë nga një lotër të gjithë fëmijëve të cilët janë të sprovuar me këtë sëmundje. Ju uroj gjithëve besimtarëve musliman festën e Kurban Bajramit. Urime Bajrami. Urime të gjithëve. Urime festa e Kurban Bajramit të gjithë shqiptarëve të besimtarëve.
Përshëndetje gjithëve, që shpeshini sot për festën e Kurban Bajramit kemi ardhur këtu në klinikën e pediatrisë, konkretisht kemi ardhur në klinikën e fëmijëve të shtrirë me leukemi. Sot do të dhurojmë për festën e Kurban Bajramit së bashku me Emonën e do të dhurojmë nga një lotër të gjithë fëmijëve të cilët janë të sprovuar me këtë sëmundje. Fillimisht do të shkojmë në ambulantën specialistike t'ju dhurojmë fëmijëve të cilët vinë për terapi ditore, e mandej do të shkojmë edhe lart në repart të dhurojmë edhe fëmijëve të cilët janë të shtrirë në repart. E janë të shkojmë së bashku. Për gjithë shikuesit e Radio Televizionit Ilira për festën e Kurban Bajramit. Urime të gjithëve. Faleminderit, të urojmë edhe juve shumë shëndet. Faleminderit. Merë të më përdrën zëma. Faleminderit shumë. Faleminderit, urime edhe. Mirat, faleminderit shumë. Urime Bajrami. Faleminderit zemër shumë shëndet të gjithëve. Apo na urojmë festën e Kurban Bajramit? Hajde jep e urim. Urime Bajrami. Faleminderit shumë shëndet gjithëve. Ju uroj gjithëve besimtarve musliman festën e Kurban Bajramit, paqi shëndet gjithmonë edhe qofshit lumtur bashkë me familjet tuaja. Faleminderit shumë. Urime edhe juve. Pasi e kemi përfundu në ambulantën specialistike, jemi ardhur këtu në katin e 3 të repartit të leukemisë dhe do t'u dhurojmë fëmijëve së bashku me Emonën, do t'u dhurojmë edhe fëmijëve të cilët janë të shtrirë në repart, do t'u dhurojmë nga një dhuratë. Bajrami gjithve, faleminderit shumë për që keni ardhur me na vizitu, inshallah shëndet, mbarësi e gjitha të mirat. Ju uroj tambe festën e Bajramit, inshallah me kanë me pat. Faleminderit edhe juve. Vallai kisha uru gjithë muslimanëve kudo që janë festën e Bajramit, gjithë edhe këta që po bëjnë për neve, kisha uru festën e Bajramit, faleminderit shumë. Këtu jemi me infermierën e repartit, do të marrim edhe një urim nga infermierja. Urime festa e Kurban Bajramit të gjithë shqiptarëve të besimit musliman dhe gjithë popullit e Kosovës, kudo që gjindën kosovarë dhe shqiptarët e Shqipërisë. Faleminderit shumë, urime edhe juve. Dhuratat e sjella nga Emona vetë se i shpërndajmë në shumica e fëmijëve, disa fëmijë që janë në gjendje më të rëndë, ne do t'ju ulojmë dhuratat stafit të QKUK-s dhe ata do të shpërndajnë për dhomat e tyre. Edhe si përfundim në këto ditë ngrohta, ne kemi menduar edhe për stafin që t'i freskojmë sadopak, ju kemi sjellë nga një pije nga Sultan Drinks. Këto ishin të gjitha dhurata që i shpërndam së bashku me Emonën. Ne ju falenderojmë të gjithë stafit të QKUK-s që ishin shumë bashkëpunues me neve, duke ju uruar shumë shëndet të gjithë fëmijëve dhe shërim sa më të shpejt. Unë ju uroj edhe një herë të gjithë juve festën e Kurban Bajramit dhe miru takofshim në aktivitete tjera. Fitora po më tregon, ama shumë një emocionu gjatë kohës kër i ke shpërndarë dhuratat, ata shqepe historien. Se tjetër qëndrim edhe tjetër ftyrë patë gjatë kohës kër e filluam emisionin, e tjetër masi pam historien. Jo mendoj që emocione pak më shumë tash, se ndoshta ajo përgjithësia aty shpërndarjes dhuratave, edhe pse afërsia me fëmijë e bëj këtë veten mirë, po prapa ajo përgjithësia që ndoshta edhe nuk më ishim ju afru shumë, do ishim edhe na me rujt një pjesë të historisë e pajtë që i kemi vendosur edhe maskat, kur shkum në repart në Elt, po besoj që tash ka emocioni më i fortë. Inshallah Zoti ju shpërblen ty edhe krejt stafin bashkërisht. Amin, inshallah Zoti ju jep shëndet gjithë atyre fëmijëve që janë aty. Tash e ftojmë Mirkën marrë në studio me provu edhe ajo baklavën. Mirka, mirë se erdhe.
Mirë se ju gjeta dhe njëherë... Shpitome, në fakt, po. Po pa dyshe. Po në karrik theme. Ma e voglet. Atëherë shikues të dashur, ju uroj festën e Kurban Bajramit, festën e sakrificës. Unë fillimisht po t'rregoj pak edhe për storjet që i kom përgatit. Storja është njëna kena shku të një grua në Gjilan, ajo përgatit shumë ushqime të mira, edhe një ndër tona ka përgatit edhe një kek, edhe i ka pas 2 fëmija ashtë shumë të mrekullueshëm, që kanë lexu Kur'an, kanë thonë sure, po ashtu ajo me shoqen e saj na ka tregu edhe që kanë festu Bajramin kur jam kanë të vogla, që ka gatu nana baklav, që kanë pas pak, po ja kanë ditë vlerën e asaj, përkundër na gjenerata na është pak më e re, kena shumë, po nuk ja dim vlerën e asgjës, me thonë drejtën. E kështu që mundemi me ndjek edhe storjan, ajo është gruaja kosovare Rexhepi, e cila bën ëmbëlsira ndryshme, po ashtu edhe na ka tregu për rëndësinë e festave të Bajramit. E ku ke pa grata në mëravës edhe mos më konë zoja, mos me ditë me gatumi. يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Po, ma herët nuk u konë koha kështu me pas tona këto të mira që i ka gatu shoqja, po u konë ma pak se në ka pas, ma të lumtur jemi konë. Gjatë festës Bajramit, do të thonë asnjëherë në sofrën tonë nuk mungon, do të thonë mishi i kurbanit, sarmat, specat e mbushura, baklavat, ëmbëlsirat të ndryshme. E përjetojmë me shumë gëzim këtë festë në familjen tonë, se është një ditë që na bashkon. Gjatë festës Bajramit, do të thonë asnjëherë në sofrën tonë nuk mungon, do të thonë mishi i kurbanit, sarmat, specat e mbushura, baklavat, ëmbëlsirat të ndryshme. Zakonisht 2 ditë do me thonë përgatitjet e ushqimeve për pastrime thuajse një. Shumë e lumtur kur i shijojnë do me thonë këto gatimet e mia edhe ndonë të kënaqur edhe i shijojnë. Ndonë aty ruaj traditat tona edhe pse i bëj ushqimet moderne, por asnjëherë thuaj se nuk i iki dhe ushqimeve tradicionale. Mundohem do me thonë se kur kur i përjetu ato ndjenjat e mia gëzimit, mia shpreh edhe mia tregu këtyve dhe mi shërby edhe me dhurata. Ka ndryshu shumë se tash është jeta pak ma dinamike, po mundohemi edhe me rujt edhe kohën e mëhershme. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selam aleikum. Selam, mirë, fshej mirë për Bajramin. Hajr paco, ty për haj. Inshallah e gëzoni Bajramin. Allah i shpërblet, faleminderit. A u bone gati për Bajram, që ke pregadit? Po, disa pregaditje i kumë po, për ishte bëhe edhe një ëmbëlsirë të pregaditje të kekit. Edhe me shikue, tani me rëmujtë, s'pala nuk është. Baklava ke vë, po? Po. Gjinë se e kemi edhe kohën e kalume, a mundëni më na tregu se që she keni festu për shembull Kurban Bajramin, kur je kanë të e vogël. Çka e ka bu ma të lezetshëm festën ashtu? Po, ma herët nuk u konë koha kështu me pas tona këto të mira që i ka gatu shoqja, po u konë ma pak se në ka pas, ma të lumtur jemi konë, kur kemi shku, jemi bledh fëmija, më na i dhonë na i karamel dikosh, u konë diqysh ma shidet, na kam bëjt që ato kujtime. Po në atë kohë u konë prezent baklava, nuk u kom prezent çdo ditë, pa u kon e veçantë ditë Bajrami. Tashmë prezent thuj se ta nkohën baklava mishi. Në atë kohë ka pas ma pak, pa jemi kon ma të lumtur si fëmijë. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه
في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Për festën e Bajramit do ta përgatisni kat një ëmbëlsirë, përbërësit janë 3 vezë. E kemi lyp kallëpin me margarenë dhe pak miell, për mos me shlitur. Edhe thuaj që ëmbëlsira është që e dojnë fëmija e me mas shumti, për afërsisht gjysore vanë derisa të pjekët. Këtu kemi çokoladën edhe hopull, edhe e shkrim në apull. Ëmbëlsira tash është pjekur. Tash masi është kry kekja hedh me çokoladën, e shkri në avull. Edhe ja vendos me një zbukurim të Bajramit. Kështu. Përpos që i përgatis këto ushqime për Bajram, për festa, unë e kom edhe biznes këtë Homs Cake, që i përgatis për koktejlet të ndryshme që i marrin njerëzit. Edhe pse ushqimet e bukra, pamjet shumë të mira, kishe ditë edhe çka me filmu, megjithatë mu mas shumë t'i mbani përshtypje edukimi i fëmijëve. Lidhja e tyre emocionale me librin e shejt. Diçka që ose është çështja me të cilën unë e preokupona më shumë, edhe që ato e kam fokusin, ose është një begati ndoshta që e vlerësoj prej gjithave më shumë se gjithçka tjetër. A vlerë për aspektit psikologjik të ashtë qasët i pak të komentoma. Po, e vërtet, se bashkë qështa dhe ti nashta pse e kemi brejnë dhe shqetsim gjithmonë, edhe na si prind gjithmonë kër e shohim një fëmijë tjetër, gjithmonë a duket që, më thonë, pas ka mësu shumë sure, ose po din sa mirë për ka leximin, edhe gjithmonë fëmijët toni këshyri me atynin kritik, se gjithmonë kërkojmë ma shumë, por realisht qaj edukimi është baza ma rëndësishme, dhe pse storia e ideja kryesore ka qenë negatimit, po prapë se prapë edukimi adin parësor. Kështu që për ndryshe na me Mirken e kemi knaqësinë që qyshta unë jam këtu ma e vogla. Edhe është një farë atmosfere, një farë hieshje me pas dikon në moshë të re që na disponon. Edhe pse vlerë lullet të rinis jam nuk e di pse po të... I kemi këthy vitet mbrapa. E të kujtohet e konga që është robi plakët kur do në vetë. Po, unë me qëta jetoj? Po, njerin varet gjithsesi. Qëfar qasje ka nda jetës, nëse din me komentu një gjethe kur këputet për pëmës, atëherë je adoleshent, edhe në pjesën më të mirë të jetës. Për ndryshe ju lumë qika, më pëlqej shumë, edhe për shpesoj që ka pëlqy edhe shikuzve, për ndryshe i ke pasë të do storjen në përshesh Mirka, se ti kështu e ki marak të rinin, din mës me najtë në studio ki qef me dalë në teren. Po e kemi pasë edhe një storje në teren, konkretisht në krye qytet, do me thonë Prishtinë, edhe kena dalë, do me thonë pjesë ndryshme të Prishtinës, ku kena ba storje ndryshme, do me thonë duke u përballë me shtresa ndryshme shoqërisë. Qoftë ato shtresa të varfra, ku e kena pas një rast në ngërmi edhe pa ka qenë si emocionus me thonë, se ai ka pas 2 krahat e vetë ashtu shumë
kanache ose si bërlëk dyqysh, me ato si me mbajt familjen. Do me thonë, në mes tyne kena shfrydzu edhe këto që na kanë japë si dhurata sponsorët tanë, kryesisht Sultan Drink, Siliri edhe Atlantika. Edhe me dhuratat e tyne, ju kena bu edhe na si dhurata. Do me thonë, pos mi auru festën e Kurban Bajramit edhe mi freskut njëjtën ku. Gjithashtu kena pas edhe ato raste kur ka pas fëmijë vogël edhe janë gëzu shumë që shkanë marrë dhurata, se fëmijët zakonisht sa do që kanë, prap kënaqen me ato që ju dhurojnë tjertë. Edhe kështu që ka qenë si historie po besoj e mirë edhe që kam ju pëlqy kështu. Une që po thotë mirë ka përmend punën e fëmijëve të dhuratave. Sot në përgjithësi fëmijët kanë, më thonë, nuk ju mungon diçka, sidomos te pjesa ushqimit edhe gjanave kështu që janë snacks një farë forme. Edhe një ditë nuk e di ku isha, vajza e një shoqës i kish me një qese një smak edhe diçka, do më thonë gjana shumë elementare, shumë të vogla që më bërdishmëri kemi, për ja kishë dhuru dikush. Edhe erdi ala nënës vetë dhe tha, mos mi hani. Edhe jem shumë e bindu në që shpi ka pas që asi plot, po vish ideja e dhuratës, edhe një bën fëmi, ja kryen fëmisat ndjesin e mirë që i vjen interesante dhe knaqet. Për ndryshe, jo veç fëmijët vlera që knaqen me dhurata, po me dhurata knaqen edhe njerëz të mëdhej. Po, gjithsesi. Nuk rasti që dhe Muhamedi alayhis salam na ka porosit dhuroni dhuratën janë një tjetrit sepse dhuratat e shtojnë dashnin. E vërtet. Prej shoqërisë edhe deri tek bashkëshortët me i bë dhuratën janë një tjetrit, kështu që nuk është keq ju kolegët ma bënaj dhuratë bukur për Bajram, megjithëse jeni të kujdesshme her pas here, po dashim ju dasht ma shumë, dhuroni diçka. Gjithkush që dën dikush me dasht në dhuron diçka. Sado që e vogël që është, megjithatë dhuratat. A llogaritet dhuratë kur ta përkujton? Po, edhe ajo llogaritet dhuratë. Për shembull, mu mirë ka gjithmonë më bën dhuratë kur të vinë punë kafe. Ma bëni kafe turke dhe ja ka marrë dorën, tamam ma bën sipas shefit. Edhe diqysh është një vlerësim që ta bën, unë bën mundje mirë, jo pse nështë kafja të merë shumë kohë, po për faktin që po të vlerësën dikush, nështë pse është më e re, dyqysh edhe unë do këtë një farë, jena mësu, jena rritë në qatë formë, ata që janë ma të ri, me pas për parsimi kry do punë të leta. Dyqysh është pak mare, unë me bë kafe, kur është mirë kate. Kështu që kjo është shumë e zoja, mashallah, nuk pritën, edhe faleminderit për dhuratat e një pas njësh me zahet vinë punë që ka një kafe turke. Vlera po, i bën kafet po të kamarierat. Nuk pritën me qitë kafe të kamarierat. Dhe unë e nesë, asi dhe më do veç me qitë ujë. Leta. Edhe që am ka bu për shtypja është se zakonisht na këtyne herë, po besaj tu i pas rëfimet e gjyshëve dhe nanavë që fëmijët kanë shku me marë bombona na për këjshi, ta është si është zbekja. Edhe po mendoj ta ashtu i po këto festa që shibojnë tjertë, edhe pse s'po du mi marë shambull, po indirekt na i shohëm si shoqëri që jam vitiri, do me thonë, na tentojmë që me zbukuru një fest që s'është e jonja, edhe fëmijët me menzëse e presin që atë fest, pse mos me zbukuru edhe kur vjen Bajrami, kur vjen Ramazani, do me thonë me pas dekore na për shpe, me jap dhurata njëri tjetrit, dyqysh edhe si me prit qatë fest me gzem fëmija, edhe dyqysh me pas ma shumë harmoni, mu kanë ma e bukur ambienti, e qështu me radhë. Mos me lakmun diçka që nuk është e jona, po me që ato tonat na me arrit me bu atmosferë. Po, edhe nuk është diçka e ndalume ashtu, dhe për kontrazi e bën shtëpinë më të bukur ashtu. Mbile është e preferume, edhe me u zbukuru për vetë, edhe me u zbukuru ambientet edhe fëmijët për festat e Bajramit. Ta shohim historien e Mirkës, ku ka shpërnda dhurata dhe pije, edhe të komentojmë bashkarisht. Urime Bajramit. Allah shpërblift. Urime Bajramin. Inshallah, sa ma shprejt, ndalet lufta në Palestinë. Kurban Bajrami na mëson fuqinë e sakrificës dhe bukurinë e dhënjes. Urime festa e Kurban Bajramit të gjithë besimtarëve musliman.
Kurban Bajrami pa punëtorët nuk do të kishte kuptim. E këto jemi tek ndërmarrja pastrimi e cila është në grevë pothuajse që 2 javë. Hajde shkojmë dhe ja urojmë Kurban Bajramin. Faleminderit. Ju urojmë gjithë muslimanëve festën e Bajramit, vetëm për stofësit ju. Sa ai na ka pru që në gjendje. Ai na ka pru, ai ka qenë aksionar në firmën tonë, para 2 vite ka qenë 3 vite në aksionar. Ai ka shkatru firmën tonë. Ai ka pru, ka pënsu gjendë pa kriterat të, edhe i na orën që ditë solet. Keni gjithë kohë me na vizitu, qëfar kushte e në ato net, edhe barë popullet musliman ja urojmë ditën e Kurban Bajramit. Shpresojmë që edhe na të festojmë me paga, e jo trim pa paga, shkaku një mos marrëveshjes ndërmes komunës edhe kompanisë pastrimi, presim të arrijet e marrëveshjes sa më parë edhe na të fillojmë punën. Amin, urime festa Kurban Bajramit e punon barqë. Urime Bajramit, kalofshit mirë. Inshallah festën e gjithmonë të lumtë. Edhe juve, inshallah, faleminderit edhe juve. Faleminderit. Kredi festën e Kurban Bajramit me tonat mira me prit. Urime festa Kurban Bajramit jam pije prej Sultan Drinks. Urime kalofshit. Faleminderit për dhuratën, urime festa e Kurban Bajramit, paqe, shëndet, lumturi, gëzime, paqe, dashurinë krejt popullin musliman. Urime Kurban Bajramit. Faleminderit shumë. Urime Kurban Bajramit. Faleminderit. Faleminderit. Përshëndetje, jeni lodh dhurata për Bajram. Faleminderit. Urime Kurban Bajramit. Mirë. Urime Kurban Bajramit të gjithë besimtarë musliman kudo që janë. Shpresoj që ky Bajram që i gjon familjet tona shëndoshë mirë, e inshallah sa më shpejt ndalet lufta në Palestinë e uroj atina popullit liri sa më shpejt, si popullit tonë. Diaspora është e mirëseardhur, por janë vend vetin, vinë të nona të baba vetë, e vaknasi, marë diaspora, këtë vend tonën. Se ata kanë kontribu pa lufte, mas lufte, edhe janë diamanti i këtij në vendit. Urime festa. Faleminderit. Kalofshit mirë. Mos e gjinave. Jemi dalë edhe në parkun e Gërmis, t'ja urojmë qytetarëve festën e Kurban Bajramit, posaçërisht me sponsorët tanë, Liri Atlantik dhe Sultan Drinks. Allah shpërblift. Urime Bajramin, inshallah krejt kanë kënaqësinë këtë Bajram, ja uroj gjithëve Bajramin qytetarëve musliman, ku janë musliman edhe të në botën, edhe ku jetojnë shqiptarët. Kjo është prej sponsorit Sultan Drinks. Kalofshit mirë. E festën e Kurban Bajramit pa dyshim na zbukuruan edhe sponsorët tanë, Atlantik, Liri dhe Sultan Drinks. I falenderojmë nga zemra. Mirka, po më të regonë, cili prej momenteve u konë ma emocionus për ty? Po, që u konë momenti që atë jem park të Gërmis, ku kena shku, edhe që cika më fillim që ka qenë qaj njëri të bajt kanoqe, me thonë, edhe në luft për mbjetis, që shumë me thonë, ju jetë, po luft për mbjetis. Do me thonë, e ka krejt ciklin e jetës, me një farë forme, tu e pas parasysh se nga të regaj edhe pak për përvojat i ti. Gjithashtu kena qenë edhe të kompania pastrimi, ku faktikisht janë në grev, po thuajse që 2 javë ma shumë, dhe sa do që bojnë një punë shumë të madhe, ndoshta nuk vlerësohen edhe nënçmohen prej shoqërisë,
kështu që i kena jop edhe atynve sa do pak dhurata edhe na kanë uru festën e Kurban Bajramit edhe kena kalu ashtu shumë bukur. Për ndryshe edhe ne i falenderojmë shumë, që janë prej faktorëve kryesor të ruajtjes, besa dhe të mbrojtjes ambientit, e bën një punë të jashtëzakonshme. Imagjinoje që bë Prishtina veç për 2 ose sa ditë ka zgjatë që nuk u largun mbetorinat, kështu që me shpresu për një gjendje më të mirë të punëtorëve. E kom lexu bile që në Japoni, do me thonë pagat, nëse shikohen me listune më të mëdha janë të punëtorëve të pastrimit. Për shkak se pa qatë pjesë, asnjë profesion s'kish mujt me funksionu. Zakonisht është edhe pak si gjenerat është në moshë edhe diqysh në është prej nënçmimit që na dim indirekt ose direkt mja u ba, zakonisht na kujtohen babalar ton në atë profesion edhe çka nëse i ofendojmë ata ose çka nëse i bojmë unë keq ata. Do me thonë s'dim më ka prejkë si storje, do me thonë qofta ajo që është në grevë se kena shku edhe si lajme me marë edhe paka shumë gjendja ka qenë e mjerueshme. Megjithatë, ju bashkë me sponsor tanë keni arrit me ju dhuru momentet mira edhe me i ba me undje mirë. Të dashur shikues, për fund e kemi lanë një storje, realisht një program që e kemi realizu në bashkëpunim me sponsorin ton Herta Kitsin, që gjendet në Fushë Kosovë, kemi realizu një program me afër 100 fëmijë. Fëmijët, po gjithashtu edhe nënat, kanë kalu jashtëzakonisht shumë mirë, kemi pas momente shumë të mira, mirë kemi kalu edhe na si staf, edhe përshpresojmë që kemi arrit me realizu diçka të bukur, vlera ke qenë aty edhe te. Gane bile, ti kur po fol, unë veç për kujtoj se jemi knaq, unë e kam qenë ma shumë aty në rolin e nanës, pavarësisht ju kom prit kur po më thirrni me ofru diçka, po ja keni dalë shumë mirë se ju kom pa që kretë energjin e keni, do më thonë e keni nda, tu e ditë që fëmijët kërkojnë pak angazhim, edhe kështu që unë jem knaq shumë. Do më thonë jemi taku me motra, një kohësisht i kemi pa fëmijët tu knaq, koralin unë e kom pas, të voglin, edhe aje ka shiun maksimum, edhe do me thonë dhurata në përfundim që ke shumë e mirë se ardhën, kur kemi shku në shtëpia ju ka të regu shokve, qëto kesh, do me thonë të fëmijët çfarë ndikimi ka, nashta kanë qenë kretë pjesë që në përditshmëri ka, po prapë se prapë shokve ju të regojke, që e kom marrë dhuratën e Bajramit, kom qenë Herta Kids, atë do me thonë vetë është ajo atmosfera prapë se prapë, kështu që... Edhe ambienti për bënd vetën, sepse për kanë hapësirën jashtë. Më thonë diçka që përveç bënë mundje shumë mirë. Besa një faktor kryesor që mund bën aty me mundje mirë është fakti që nuk lëshojnë muzikë, me ti nxjerr vesht pi venit. Unë që shtu e përshkruj, dhe më thonë se kur t'ulesh dikon me pi një kafe ose me hangër një dark, e lëshojnë atë shumë muzikën që mos me u dëgju muhabetet prej një tavolinën tjetër, po në fakt presioni muzikës nuk po të len as me e shiju muhabetin në tavolinë. E aty është ky komoditet që, do më thonë, është një qetësi, s'po thëmë absolut, është relative, se është kandi lodrave për fëmijë, po prapë se prapë të bën me undje mirë edhe me e shiju muhabetin. Vitin e kaluar kemi hangër një mëngjes bashkë. Tash më bëhen një vjetë, kështu që duhet me shku prapë me e përsërit. Qika para përfundimit, nëse keni edhe diçka me shtu, se mbyllim tani me historinë e Hertës. Unë kisha pas dëshirë një uru gjithve edhe njëherë Kurban Bajramin, e Zotin a mundsoft me prit edhe shumë bajramat të tjerë, me shëndet e me gjithë të mirat. Atëherë edhe prej me urime festa Kurban Bajramit, qofshit lumtur gjithmonë në familjen dhe në shoqërinë tuaj. Të dashur shikues, ju falenderoj edhe unë, të gjithëve, inshallah takohemi prapë në ndonjë emision tjetër, gjithashtu i falenderojmë edhe të gjithë sponsorët tanë, edhe bashkëpunëtorët me Radio Televizionin Liria. Mirëmbëjtje. Edhe këto gjona ndodhin kur bën programe. Fituese i veshjeve është Selim Selime. Cili ekip i futbollit pëlqen më shumë ti? Barcelona. Barcelona? Po. E me gjetë diçka të Barcelonës, a i merr? Po. E çka ka dallim reali për Barcelonës? Veç kështë klube ndryshme janë. A kemi mësu shumë? Po. Ulim, exact.
Selam aleikum të dashur shikues, urime festa Kurban Bajramit, inshallah Zoti ka pranu sakrificën tuaj edhe gjitha lutjet që i keni bërë në 10 ditët e para të Dhulhijhes. Jemi në Herta Kids në Fushë Kosovë. Herta Kids në bashkëpunim me Radio Televizionin Liria ka organizuar një program festiv për fëmijët e moshës 6 deri në 10 vjeçare. Herta Kids është vendi më i përshtatshëm edhe për organizimin e festave të ndryshme, edhe për neja familjare, sepse i ka lodrat për fëmijë, i ka ambientet e restoranit ku mundet njëri me ushqy, e ka pjesën për veshmbathje ku mundet me u furnizu për edhe shumë çka tjetër. Jo rastisht e kemi zgjedh Herta Kidsin për me organizu festën e fëmijëve për Bajram. Ju ftoj të na ndiqni edhe të ndani momente të bukura së bashku me neve. Përshëndetje fëmi, mirë se erdhët në programin tonë të festës së Kurban Bajramit. Nëse do të bëjmë një quiz të shkurtër, ku do të bëhen disa pyetje që ju do të përgjigjeni. Okej, tani unë do të ftoj në skenë Blinën dhe Erinën, të cilat do të bëjmë pyetjet dhe do të zgjedhin emrat. Mirë se vini në skenë. Selam aleikum, sa do të bëjmë një quiz të shkurtër, unë do të lexoj emrat. Ai person që unë lexoj do të vijë këtu, kurse Erina do të lexoj pyetjen. Selam aleikum. Ai personi që do të i di përgjigjet e sakta do të fitojë një dhuratë, një komplet veshje nga Herta Kids. Atik Hyseni. Cili është profeti i fundit? Profeti i fundit është Muhamedi alayhi salam. Përgjigje e saktë. Cili është muaji më i shkurt i vitit? Muaji më i shkurt i vitit është shkurti. Prej çka e ka krijuar Zoti njeriu? Zoti ka krijuar njeriu prej bolte. Përgjigje e saktë. Enes Kastroti. Cili është kryeqyteti i Shqipërisë? Kryeqyteti i Shqipërisë është Tirana. Përgjigje e saktë. Si quhet libri i shenjtë i muslimanëve? Kur'an. Bravo. Njësia matëse për gjatësinë, cila është? Centimetri. Kalet Ibrahimi. Sa shtylla i ka Islami? Cilat janë ato? Siden. Emri njeriu të parë? Lutja e parë ushqimit? Qa thu në shem, pas se të hash? Bismillah. Bravo, përgjigje saktë. Enes Muhajiri. Fjala e parë që ka zbrit më Kur'an? Surja Nas. Jo? Që ka thonë Zoti Muhamedit? Lexo Kur'anin. Përgjigje saktë. Selim Selimi. Selim Selimi, në cilën gjuhë ka zbritur Kur'ani? Në gjuhën arabe. Përgjigje saktë. Cili është muaji i shenjtë? Muaji i shenjtë i Ramazanit. Përgjigje saktë. Dhe obligimet e Kur'anit, Kurban Bajramit? Të prejmë Kurban. Përgjigje saktë. Tani ne do të vazhdojmë garën, sepse ishin 3 konkurrentë shumë të fortë, me emrin Atiko, Emise dhe Selimi, ku ata do të vazhdojnë garën për të fituar apet një paltesha, të cilë nga Herta Kids, edhe vazhdojmë me garën. So zanora i ka alfabet? Aja i ka 7. Përgjigje saktë. Fjala kundërt e fjalis i shkurt? I gjatë. Përgjigje saktë. Cilin vet u shpa pavarësia e Kosovës? 2007. Jo? 2008. Përgjigje saktë. Kush e ngriti flamurin në vend? Hizboletini. Jo. Çka është emri? Emri është si për shembull një emri njerit apo një. Çka është emri? Emri është njeriu ka emër kofshët. Gjersanët. Cili njeri meriton më së shumti respekt? Njeriu i varfër, ata që janë të smut, që kanë probleme me trup. Jo.
Fituesi i veshjeve është Selim Selime. Si po ndihesh tash? Tash po ndihem shumë mirë që jam fituesi i garës. Çfarë do të prezantoj? Unë do të prezantoj një sure. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. Të përgjigjem, e nga malli brenda digjem, po vimendje mal më kade, i dorëzohem madhërisate. Bajrami na erdhë me dritë me shpresë, gëzimin në zemra si dielli përmes, urime për qafime në çdo shtëpi, paqe begati për ty e për miqësi. Madoni via via, o Kosova, o Shqipëria, rresi zemër çiftelia, o sa e madhe, o Shqipëria. Kur një zog një pullum ne shikoj, duam krasia ta të fluturoj, zemra jon ti keta kur troket, me zemra flet. Të bëje bukur jet, ka beku i madhi Zot, zemra ime është atje, për çdo vjetë, për çdo mot. Ka beku i madhi Zot, zemra ime është atje, për çdo vjetë, për çdo mot. Ai na e për të ngrënë dhe për të pirë, i lavdëruar është Allahu Zoti i një delir. O për çka nëna ka bodjan, o me i dash ka ut për ball, unë do shliftoj me zemër plot, ne me pushka ta me top, unë do luftoj me zemër plot, ne me pushka ta me top, kush lufton në ato male, është Silvia, shlirimtare, kush lufton për këto troje. Te bukur bukur dora ime sa e lumtur hap një foqe dhe një flet, në përshkronja bota bet me dy menje, si legjelli në dritare, lidhë fjalët në kuptim, që aja është vendikim. Habetare, si legjelli në dritare, lidhë fjalët në kuptim, që aja është vendikim. Dhe të bukur bukur dora ime sa e lumtur, hap një foqe dhe një flet, në përshkronja bota bet, me dy mendje lartësoj, me dy zemra ne gëzoj, bohem zoge fluturoj, abetore, abetore, si lehore, si legjelli në dritare, fjalë. Qatë të dashur shikues, programi u realizu shumë mirë, fëmijët u kënaqën, unë u përlyva derisa u nda tortja, po e bona zgjidhjen sepse pjesa e lartë është pjesa e butikut ku ka super zgjidhje për veshja. Edhe e zgjidha problemin pa asnjë të lashe. Shkova, u vesha, e ndrova shallën për 5 minuta edhe u ktheva me nxon pjesën më të bukur të programit. Kështu që sa herë që keni diçka, ndonjë organizim, sa herë që doni me bë diçka të bukur për veten tuaj, për familjen tuaj, e gjeni në Herta Kids.
thoni që shkini kalu? Shumë mirë. A mirë, a shumë mirë? Shumë mirë. Qka ju ka pëlqy ma të shumë ti? Kur kënoj shumë. Po ti pritulla me dojnë me këndu një kam? Nuk pritulla, po zoshë. Që shë ke emre? Buna. Sejma, unë ka pëlqy mua kër i kena marrë dhuratat. E qëtë librin tem që unë e kum shkru, a kime ledzu? Po. Apo të pëlqen që shë kum po dizajnë? Po shumë. Cilën klasin e? Tretën, kjo është shumë porën. Porën. Që shë pas ka titullin? Hapa të vegjël, sukseset të mëdha. Apo të pëlqen titullin? Po. E unë e kum po dhurat për ju. Përmberet. Që tu ka slat e kam edhe Selim Selimin, djalin që i diti gjitha pyetjet edhe që e fitoj një veçje komplet prej Hirtakicit. Tash bashkë me Selimin kemi me shku të sektori i fëmijëve, i veshjeve për fëmijë, edhe ka me zgjedh tesha. Çka kemi zgjedh Selim? Unë do të zgjedh teshat e Hirtakicit, komplet, që kam fituar goren. A kemi zgjedh teshat sportit, a në një kështu pak ma zot një mu dok për Bajram? Tash mund të shikaj se s'jam fort i sigurt. Tash kena me shku bashkë edhe me këtyr, çka ka ma të bukurat me veshtat, apo? Bashkë me Selimin jena. Selim, apo fillojmë me zgjedh teshat? Po. Hajde, bismillah. Apo do në për vera, për vjeshta, për pranvera? Për vera. Selim, që to pjesë janë me majica edhe me pantollat shkurt. Pjesa tjetër ka trenerka edhe veshje sportive. Qëtu? A dënë mi provu? Apo dënë mi marë? Pas ka dhe në gjyrë kaltër. A kime mësu shumë? Po. Urim, në zafsh. Pas më ullë edhe me hongër një drekt mirë edhe në stafi realizu si programit. Se edhe ushqimin e bojnë tepër të mirë, kështu që na kam betë vë qaja.